Ky është furgoni në të cilin u gjendë një arsenal armësh të llojeve të ndryshme. Furgoni me targ AB 911 UB dhe me mbishkrimet mirëmbajtje rrugore dhe mbishkrimin e kompanisë së ndërtimit Gener 2 qëndronte në këtë parkim në zonën e Myslimshyrit. Pas vëzhgimit prej disa kohësh nga agentët e krimeve, u zbulua se në brendësi të këtij furgoni ishte një arsenal armësh, përfshirë këtu 23 armë zjarri, si dhe mjetet të tjera që përdoren nga grupet kriminale. Në pjesën e përparme shkruaj mirëmbajtje rrugore, ndërsa anash mjetit ishte vendosur emri dhe logo e kompanisë Gener 2, në pronësi të biznesmenit Bashkim Ulaj. Me gjas, trafikantët e armëve kishin gjetur këtë mënyrë për të shmangur autoriteteve, duke u kamufluar si furgoni mirëmbajtjes rrugore për kompaninë Gener 2. 34 vjeçari Euger Sino, të cilit i përkiste automjeti pas arrestimit, është shprehur përpara hetuesve se nuk e dinte se si armët kishin hyrë në makinën e tij. Gjatë aksionit ku u sekuestruan 23 armë zjarri, mjera fishek dhe mjetet të tjera, fillimisht ka ndërhyrë policia rrugore me pretendimin që mjeti kishte bllokuar rrugën dhe më pas ka ndërhyrë agentët e krimeve duke sekuestruar arsenalin e armëve. Ndërkohë ka dyshime se 34 vjeçari Euger Sina ishte pjesëtar i grupit Aurel Hoxhës, për të cilin SPAK ka lëshuar një urdhër arresti. Operacioni i quajtur Divan u zhvillua një ditë më parë në rrugën Myslimshyri nga efektivet e komisariatit nr. 2, të cilët pas marrjes së informacioneve në rrugë operative kanë zbuluar dhe sekuestruar në një furgon ku pas kontrollit u gjetën 12 armë zjarri pistolet të markave të ndryshme, Beretta, Glock, 6 armë zjarri automatike, 5 armë zjarri me tyt të gjatë, një silenciator, 17 krëra për armë zjarri të ndryshme, pjesë të ndryshme armësh zjarri, 15.000 fishek, 17 kuti me pranga të ngjashme me ato që përdoren nga policia. Në listën e gjatë të objekteve të sekuestruar janë edhe 12 celular dhe pajisje që përdoren për shpërthime në distancë, pajisje elektronike gjurmuese GPS, pajisje për bllokimin e valve, pajisje për numërimin e kartomonedhave, 3 komplete uniformash të ngjashme me ato të policisë.